Përshëndetje të nderuar miqtë mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë me ju një lajm shokues për dy ish banor të Big Brotherit. Do të flasim për një çift shumë të komentuar, një çift shumë të dashur, Iliriana dhe Adri, banor të Big Brother VIP Kosovës, të cilëve u ka ndodhur një ngjarje e pa imagjinueshme natën e mbrëmshme teksa ishin pjesë e një ambientit, një dasëm në fshatin Zhelin. Një ngjarje shokuese alarmante ka tronditur opinionin publik dhe ndjekësit e këtij reality show Big Brother. Gjatë orëve të vona të natës, rreth orës 1:45, persona ende të pa identifikuar kanë kryer një vjedhje të guximshme, duke marrë automjetin e ish banorëve të Big Brother Adrit edhe Ilirianës. Bëhet fjalë për një Audi A6 TDI me targa 05-601 GN, e cila është vjedhur në fshatin Zhelin në rrugën e Vjetër, në rrethana që po hetohen në fakt nga autoritetet. Sipas burimeve pranë çiftit, rasti është denoncuar menjëherë pranë institucioneve kompetente të Maqedonisë së Veriut, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë gjurmë të automjetit. Dyshohet se autorët kanë vepruar me shpejtësi dhe profesionalizëm, duke u zhdukur brenda pak minutash. Ngjarja ka shkaktuar indinjat të madhe në rrjetet sociale, ku fansat edhe ndjekësit e çiftit kanë reaguar ashpër duke kërkuar zbardhjet menjëhershme të rastit edhe më shumë siguri. Ardi dhe Iliriana u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve, veçanërisht shqiptarëve në Maqedoni dhe në rajon, që çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e automjetit të raportojnë menjëherë në numrat e tyre. Domethënë, kanë qenë pjesë e një dasme, një evenimentit familjar natën e mbrëmshme Adri dhe Iliriana, dy artistë shumë të dashur për publikun, në fshatin Zhelin, në Tetov të Maqedonisë, aty ku edhe u është vjedhur automjeti i tyre, një Audi A6, domethënë makinën ju e shikoni. Adri dhe Iliriana janë shumë në tension, janë shumë të sikletosur për ngjarjen e cila u ka ndodhur, në fakt janë të befasuar nga ajo që u ka ndodhur dhe sipas informacioneve të tyre, ato e lidhin këtë gjë me xhelozin, inatin, urrëtitjen që ndoshta dikush mund të ketë për arritjen, për suksesin e tyre, apo qoftë edhe për këtë dinamikën në fakt që përflitet pse artistët e Kosovës të këndojnë në Maqedoni apo pse të Shqipërisë të këndojnë në Kosovë etj etj, domethënë kjo lufta që në fakt gjithmonë ka ndodhur. Çifti janë shumë të shqetësuar, janë shumë të tronditur sepse ndoshta edhe nuk munden ta gjejnë më makinën apo edhe munden ta gjejnë të djegur. Por gjithsesi unë uroj me zemër që ta gjejnë, është një pronë e tyre, me sakrifica e kanë bler dhe për të gjitha lajmet e fundit do t'ju informojmë rreth çiftit Adrit edhe Ilirianës.